Një ditë pas shpalljes fitues të mandatit të dytë në detyrën e rektorit të Universitetit të Tiranës, Dori Kule, i cili garoi përballë antares së Asamblesë Socialiste Mimoza Hafizi, deklaron se struktura politike të Partisë Socialiste tentuan të manipulojnë procesin. Kule shpreh shqetësimin për politizimin e këtij procesi dhe tentativat që po bëhen për t'i ndarë pedagogët në të mazhorancës dhe opozitës. U bë përpjekje për të injektuar një viroz elmuse ndaj Universitetit të Tiranës nga struktura jashtë universitetit, struktura politike, shpërndan trakte errësire, të cilat i thonë universiteteve dhe pedagogëve dhe studentëve votoni kundër pedagogëve të partisë në pushtet. Është testi më i bukur që ka përballuar universiteti. Është mesazhi më negativ që ka ardhur ndonjëherë në strukturat e universitetit. A mund të ndahen pedagogët dhe studentët të pozitës dhe të opozitës? Kujt i shkon mendja që t'i ndajë në të tillë pedagogët dhe studentët, vetëm të tillë nuk ka. Dhe këtë me rezultatin me votimin pedagogët ja dhanë përgjigjen e merituar strukturave të cilat synuan ta dhunojnë, por nuk arritën ta dhunojnë, dhe të tilla trakte kanë në fund edhe porositësin e tyre. Është struktura e Fareshit. Në garën përballë antares së Asamblesë Socialiste Mimoza Hafizi, Kule fitoi me mbi 65% të votave. Për mua kanë votuar 275 pedagogë më shumë se sa për konkurrenten, kanë votuar 118 punonjës ndihmës më shumë se sa për konkurrenten dhe kanë votuar 4240 studentë më shumë se sa për konkurrenten. Pra janë mbi 65% shifrat e të tre subjekteve që kanë votuar në mbështetje të platformës, të programit dhe të progresit për Universitetin e Tiranës. Ky rezultat është ndër më të thellët të shënuar në zgjedhjet universitare.